Absolutisht nuk pres asnjë gjë ndryshe prej herave të tjera, sepse nuk mund të ketë ndryshime nëse nuk ka ndryshim të rrethonave. Ne nuk po shohim që ka ndryshim të rrethonave, besa nuk po shohim as qasje serioze për me ndryshuar diçka. Si shihet nuk ka kurfar urgjencë, ne po vim këtu çdo 48 orë, është bë absurde. Unë e kom quajtur një ditë edhe e turpshme, ju thon të drejtën, sepse kjo kështu para qytetarëve edhe neve po na bën me u ndi shumë keq. Të paktën këtu seanca 48 orë janë me rregullore. Absolutisht. Dhe vetë deputetët e kanë marrë dhe kanë hartuar të rregullore çdo 48 orë. Ideja e këtyre seancave 48 orë është me i bë presion të gjithëve partive politike në mënyrë që me dalë prej situatave të ngërçit politik. Por po shihet që këto seanca 48 orë nuk po e japin një rezultat të tillë. Andaj ne kërkojmë qasje serioze në daljen nga ngërçi politike. Qasja serioze nënkupton komunikim. Komunikimi i partisë të parë që i ka fituar zgjedhjet me të tjerët në mënyrë që me dalë prej ngërçit. Partia parë ka ftuar partinë e juaj për me komuniku, por e qartë. Vetëm tonën ne presim që me i ftuar të tjerët. Le të vazhdon me të tjerët, ne e kemi refuzuar. Ne dëshirojmë me qëndruar në pozicionin ton, sepse ekziston një hendek shumë i madh në mes të LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje, të cilin hendek e kemi shpjeguar shumë herë me radhë dhe ne nuk çfarë forme doni komunikimin nëse jo kështu? Jo, komunikimi le të bëhet me të tjerët, Po të tjerët po thonë njëjtën gjë që kanë hendek të madh me lëvizjen vetëvendosje. Ta shohim si do të lëvizim tutje. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit.